Çfarë e bëri, dhe thënë në një gjuhë të thjeshtë, pra çfarë bëri që të fitonte këtë betejë deri më tani Francesco Beketi? Se tani mendoj që ndje edhe kryeministrin Edi Rama, që pati një reagim. Dhe kjo betejë duket pak në mënyrë deklarative vijon, përveçse se ne po i shpjegojmë disa gjëra që lidhen me procedurën, edhe mënyrën se si veprojnë institucionet e të tjerë. Dhe çfarë pret tani, kush janë hapa që do të hidhen më tej për ekzekutimin e vendimit? Shko, ju i referoni zotit Rama me qenë se keni nxjerrë dhe aty. Po tani është zoti Rama flet politikisht dhe po ta shikosh tuirit e rinj që ka bërë zoti Rama, duket sikur arbitrazhi apo të gjitha ata kanë pritur datën e zgjedhjeve, hambajnë në shënim datën e zgjedhjeve, sa herë që ka zgjedhje hapin këtë çështje. Ky është ai dietlëku që vazhdon kryeministri, natyrisht aty i shërben vetëm atyre që e besojnë ekstremistëve vet apo militantët vet, por fundit është një realitet tashmë, edhe tha dhe nderuara Aisha, avokate e shtetit, që Shqipëria sot duhet të pagoj afërsisht 140 milion, me gjitha ato atenuancat, plus minus atenuancat që nuk po i bëjmë, por ne duhet të shtoja diçka që mos harrojmë që nuk dim sa duhet i paguajmë edhe avokatëve të zotit Beketi, sepse ata shpenzimet e avokatëve të zotit Beketi do t'i pagoj qeveria shqiptare, se ai që humbet çështjen do të pagoj edhe avokatët, siç është edhe në proceset tona civile këtu në Shqipëri. Plus mos harrojmë që ai do hapi dhe një padi tjetër për kamatvonesat, do hapi një padi tjetër për dëmin moral që i shkaktuar zotit Beketi, pra ai do ta vazhdoj këtë histori, se nuk besoj se është aq i zgjuar sa dhe sudë ligjore që ka që ta vazhdojnë këtë çështje. Problemi tani të kthehemi tek Shqipëria. Është ajo, ne jemi këtu përpara atij faktit që kur kryeministri me atë arrogancën e tij që e karakterizon, gjithmonë thot që ne nuk e bëjmë atë dhe po do ta bëj dhe si Çeço, madje un po përdor shprehjen e tij që do futej në zgjedhje si Çeço, tha dikur apo jo. Dhe tani ky do t'i pagoj këto 140 milionë si Çeço. Por problemi është se nuk i paguan kryeministri, ky është problemi i madh, i pagojnë shqiptarët. Dhe ky është problemi i madh. Kryeministri flet sepse flet në kurrizë të dikujt tjetër. Se fitoi Beketi. Tani Beketi fitoi pikërisht për arrogancën e kryeministrit. Pikërisht për sjelljen që kriminale dhe sjelljen që ka ai me mediat. Dhe sot vazhdon. Për sjelljen kriminale që ka Erion Velia me media, sepse janë të dy shkaktarë të këta. Erion Velia ka përgjegjësi direkte sepse e ka kërcënuar Beketin për videot që ai ka nxjerrë te dasma e tij që është bërë në 500 miliona sa shkoi në Kalan e Gjirokastrës. Pra, aty ka nisur gjithë kjo çështje ka nisur aty, tek dasma e Erion Velis. Pastaj, linja editoriale e tij nuk ishte një linjë editoriale që po bënte, ishte një linjë editoriale që ai aty pasqyronte të gjithë problemet sociale që kishte Shqipëria, gjithë problemet që kishte politika shqiptare. Pra, nuk është se ai po bënte në një linjë editoriale të ashpër siç shikojmë ne. Po sikur ta bëhet shlidhje ka. Jo, po flas që mënyra se si këta e trajtuan, ai e trajtuan si në mënyrë kriminale dhe mënyra se si është mbyll ai televizion ishte mënyrë shumë kriminale. Ishte një qasje, për këtë ka prova sepse është vërtetuar tashmë edhe nga sepse të gjitha këto janë përdorur. Dhe ai çështje. Se gjitha raportet kanë pyetja pse fiton. Të gjitha deklaratat që ka shprehur kryeministri, kryetari i bashkisë, apo edhe sekretari i përgjithshëm, që është incizuar në momentin që ka shkuar dhe ka takuar zotin Beketi, ku i ka kërkuar që ai të ndryshojë linjë editoriale, kanë qenë pjesë e gjykimit, pra kanë qenë prova që janë paraqitur nga studiot ligjore avokatët e Beketit, zotit Beketi, në arbitrazh. Dhe këto kanë bërë që të gjitha të merresh ai vendim që mori. Këta nxituan pastaj. Hapën aty një çështje penale, po ata juristë që kanë hapur janë komplet nuk kanë qenë juristë, sepse nuk e dinë që po sfundojnë një çështje civile nuk mbaron ajo çështja penale, sepse duhet ta dim këtë, se paktën kodi ynë i procedurës e ka përcaktuar, ose edhe qoftë edhe çështje administrative, pezullohet çështja penale. Këta çfarë bën? Nxituan, kanë bërë gjyqje skandaloze, kanë bërë gjyqje në kundërshtim me kodin e procedurës, vetëm për ta dënuar shpejt e shpejt. E dënuan, e morën atë vendimin e tyre, e paraqitën si shkak, si arsye për ta rishikuar atë në apel dhe dje morën vendimin përfundimtar që nuk u pranua apeli. Kështu që këta kanë vepruar në mënyrë jo vetëm antiligjore, po këta kanë vepruar dhe në mënyra të tjera ku duke ditur që nuk do fitonin çështjen,
kanë marrë avokat, kanë marrë studio ligjore për të bërë edhe qoka, se ka marrë studio ligjore për bërë qoka, nuk se në Toni Blerit, më falë, ka qenë studio e Sheri Blerit, është paguar me taksat e shqiptarëve. Unë do t'jam i fakt. Unë dje kam qenë, dhe zoja Mandia me soj dhe di, në 2008 ka pasur një gjyq Ministria e Arsimit jona me një fondacion të George Soros dhe është bërë në arbitrazh. Dhe kanë shkuar 2 avokat nga Shqipëria që kanë mbrojtur shumë mirë sepse ishin koherent dhe dinin provat dhe faktet. Ka shkuar zoti Avenir Peka dhe një sekretar, një që sot avokat në profesion i lirë. Dhe e kanë mbrojtur kanë shkuar në Paris. Dhe kanë fjalën që do të thoshja, këta mund të ta kishin kursyer edhe pagesat që kanë bërë miliona euroshe studiove të avokatisë për qoka të kryeministrit. Mund ka avokat shumë të mirë dhe në Shqipëri që mund të shkonin ta mbronin çështjen atje për jo, nuk është se ka bërë ndonjë shpikje të madhe studiot të avokatisë atje. Kjo është opinioni juaj. Jo është s'është opinion. Kjo është një njerëz që shtetar që do që të kursej buxhet të kursej taksat e shqiptarëve, t'i ruaj, t'i administroj sa më mirë, mundet të veproj edhe në këto forma. Por ajo gjyq u bë edhe për të përfituar disa studio të tjera që mund t'i bëni